mastera shkencor dhe profesional, praktika mësimore në shumë vende të Europës dhe bashkëpunime në universitete nga e gjithë bota. Sot diplomojnë presin e parë të studentëve të Universitetit Vitrina. Universiteti Vitrina. Tregoje veten. Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në Dritën në Oqean. Edhe mbrëmja sot ne do të jetë fokusuar në zhvillimet politike, sipas këndvështrimit të ftuarës të mbrëmjes sot me konkretisht zonjës Malina Bufi, e cila është kryetare e Partisë Socialiste për Degën Roskovec dhe njëherësh anëtare e Asamblesë Kombëtare të kësaj force politike. Përshëndetje zonja Bufi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Sigurisht, përpara se të kalojmë në skaner gjithë zhvillimet e politikës shqiptare, asaj që ka produktuar her pas here dhe që është në interesin publik, do dojmë të nisim konkretisht nga faktori i pjesëmarrjes dhe i rolit gruas në politikën shqiptare. Ju keni qenë një ndër partizanet e këtij fakti dhe në të vërtetë jo vetëm pse jeni vetë e tillë, por edhe sepse grua shkakton një impakt pozitiv në politikë. A mund të thoni diçka më tepër për rolin që mund të luajë pjesëmarrja e gruas në politikë, kur dihet që politika shqiptare është pak sa e ashpër, disi strong, karakterizohet nga her pas here dhe nga tejkalimi i normave të etikës në komunikim? Në fakt, në një farë mënyrë ju e thatë vetë këtë gjë, se që gruaja dhe pjesëmarrja e saj në politikë shkakton një impakt pozitiv. Po. Dhe në fakt kështu është. Është vetëm një vlerësim së jashtëm i vetë. Sigurisht. Në fakt kështu është. Çështja gjinore dhe përfaqësimi i gruas në politikë dhe në vendmarrje është sot një nga çështjet që ka zënë vend jo vetëm në Shqipëri, po pothuajse në të gjithë botën. Sepse përfaqësimi i gruas në politikë në nivelet që është sot në Shqipëri, ku në Parlamentin shqiptar ka jo më shumë se 17% gra në të, është pak a shumë me të njëjtat shifra në të gjithë botën. Të pakta janë vendet ku gratë zënë një vend apo një numër përfaqësimi më të lartë se sa kaq. Dhe ato vende në Evropë janë vende të tilla ku standardet e jetesës dhe të shoqërisë janë shumë të larta, si Hollanda, vendet e ulta, Spanja, Franca. Dhe pastaj të mendosh për Shqipërinë që ku jemi shumë larg kësaj, por edhe në botë shifrat janë pak a shumë të tilla. Kjo është një çështje që unë e njoh mirë edhe për shkak se kam qenë pjesë e kësaj gjëje këtu që 3 vjet më përpara. Dhe jo pak herë kam qenë pjesë e projekteve, debateve të tilla e një lufte në thonjza për të rritur pjesëmarrjen e gruas në politikë dhe në vendimmarrje. Për shembull, mund të përmend këtu atë që ne kemi bërë në seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Reformës Zgjedhore, ku ne si koalicion, unë si përfaqësuese e rritit kombëtar të grave dhe 4 koalicione të tjera që operojnë sot në Shqipëri, kemi bërë propozimet tona konkrete për rritjen e rolit të gruas në politikë. Si mund bëhet kjo rritje e këtij roli? Sigurisht që për të arritur këtë gjë kërkohen instrumenta të gjitha natyrave, jo vetëm të karakterit shoqëror dhe moral, por edhe të karakterit ligjor, sepse zhvillimi i shoqërisë, i mentalitetit të shoqërisë i kërkon këto instrumenta, domethënë ashtu siç e dim që për të arritur një ndryshim në shoqëri, për të arritur një ndryshim në diçka tjetër, duhet instrumenti ligjor, duhet ligji, edhe për përfaqësimin e rolit të gruas në politikë dhe vendmarrje kërkohet instrumenti ligjor. Dhe për këtë është ligji i kuotës gjinore, i cili u miratua në vitin 2008, që bëri të mundur edhe ndryshimin në Parlamentin shqiptar, ku nga ai përfaqësim aq i ulët që kishim para kësaj, në zgjedhjet e 2009-s, si rezultati i zbatimit të këtij ligji dhe të kuotës gjinore prej 30%, ne arritëm që në Parlamentin shqiptar të kemi 17% gra në parlament. Kemi diçka më pak sepse njëra iku, Rudina Seseri, dhe sot ky vend u zu nga një burr përsëri. Megjithatë, përsëri kjo shifër është më e lartë nga çka qenë dhe kjo gjë i dedikohet pikërisht zbatimit të kuotës gjinore. Po sërish është në nivelet gati 50% me ato që kërkohet, me ato që është pretenduar për 30%. Sigurisht që ne jemi akoma shumë larg kësaj gjëje. Dhe kjo është një gjë që shkon paralelisht edhe me ndryshimin e mentalitetit të shoqërisë shqiptare. Shoqëria e sotme shqiptare është një shoqëri me mentalitet mashkullor. Për këtë ne jemi të gjithë koshient dhe të bindur që kështu është, por thash që për të ndryshuar këtë gjë, sigurisht që duhet edhe kohë, duhen edhe instrumenta. Dhe si tillë ky është një proces. Dhe si proces kërkon kohën e vet, kërkon fazat e veta të rritjes, të pjekurisë dhe për të arritur pastaj aty ku duhet që edhe në politikë, edhe në vendimmarrje ne të jemi
me përfaqësime në nivele të barabarta si dhe burrat, ashtu siç jemi në fakt edhe në shoqëri, ashtu siç jemi edhe në familje, ku gruaja është pjesë, është gjysma e shoqërisë. Bile po t'i referohemi statistikave, sot gruaja në shoqërinë shqiptare është më shumë se sa 50%, bile mund t'i diku te 53%. Ose po të referojmë një fakt tjetër që është shumë domethënës, po të shohim rezultatet sipas statistikave të studentëve që dalin dhe që diplomohen nga universitetet tona, qoftë në universitetet publike, qoftë në ato shtetërore, numri më i madh është janë vajza. Gjinja femërore. Është gjinja femërore. Bile jo vetëm kaq, por nga një studim i fundit i bërë, edhe rezultatet më të larta i arrin vajzat. Megjithatë ky është numër. Atëherë le të ndalemi konkretisht tek ajo që ju e prekët pak më parë. Ndoshta edhe çështja mentale, domethënë e mentalitetit përgjithshëm. Ndoshta faktori Shqipëri ose politika shpeshherë artikuluar for men, pra një politik më tepër për gjinin tjetër, për burrat, dhe pavarësisht se tham është në pjesën ndërmuese të vendeve të ndryshme ajo shifra 30% kështu dhe në Shqipëri. Po ndoshta ne nuk i kemi ato standardet politik bërjes krahasuar me vendet e tjera. Dhe mos është pak herët, pra më jepni një argument që gruaja është e gatshme për të marrë pjesë aktive në politikë edhe në këto shifra, 30% apo më tepër. Më lejoni t'ju sjell dy argumente në këtë drejtim. Po të shohim sot gjitha institucionet ekzekutive, duke filluar që nga komunat, bashkitë, ministrit, në pjesën ndërmuese, në pjesën më të madhe të tyre, gjitha punonjësit janë gra. Shumica janë gra. Edhe po të rritemi pak në nivele më të larta drejtuese, drejtore dikasteri apo drejtori sektori, drejtorie, po ashtu përsëri kemi gra. E qartë. Shifra, gjendja pastaj vjen edhe ndryshon kur bëhet fjalë për nivele drejtuese të tilla sekretar bashkish, komunësh, ministra, këtu fillon të ndryshon gjendja. Por kur ne pas kemi kaq shumë gra, të cilat janë të zonja që ta marrin një detyrë dhe ta bëjnë atë me përgjegjësi, me korrektësi, atëherë pse të mos pranojmë që po këto gra, kur e bëjnë kaq mirë këtë detyrë, të mos jenë të afta që dhe në politikë të jenë po kaq të mira dhe kaq korrekte? Ky një argument. Argumenti tjetër, po të referohemi partive politike. Sot po të marrim 3 partitë politike më të mëdha, që janë dhe pjesë e parlamentit, PD, PS dhe LSI-n, të gjitha kanë aplikuar në të gjitha institucionet e tyre drejtuese, në të gjitha nivelet drejtuese, kanë aplikuar 30% përfaqësimi të jenë gra. Atëherë, kur ne po marrim konkretisht Partinë Socialiste, kur ne në asamblen kombëtare kemi 30% gra, në kryesi kemi 30% gra. Atëherë, pse të mos kemi edhe 30% në lista? A nuk janë këto gra që për asamblen që janë të vlefshme, që janë të denja? Pse të mos jenë për politikë bërje më të lartë në vendimarrje, anë atë që është vendimarrja më e lartë në Shqipëri, që është Parlamenti Shqiptar? Me qartë. Besoj se këto janë të mjaftueshme, për të thënë që ne kemi gra të zonjat. Po, ka dhe një problem tjetër. Është tjetër gjë përfshirja në lista dhe tjetër gjë prezantimi në parlament. Që shpeshherë, ndoshta edhe këtu, nuk e di nëse e keni prekur në atë seancë dëgjimore që u prekët që thatë pak më parë, shpesh grua si liet një vend apo një renditje në këto lista shpërfillës, do them, ose thjesht pa dashur të bëhen paragjykues, po kështu ndodh me partitë në përgjithësi, pra një vend i cili nuk mund ta kreditojë deputete të parlamentit. Po flasim për listat, ë? Po. U kthyem përsëri. Pra është tjetër gjë, përfaqësimi dhe tjetër gjë. U kthyem përsëri për një moment te kuota gjinore. Atëherë, sot kuota gjinore dhe kodi zgjedhor kanë terma të përcaktuara qartë në lidhje me renditjen e grave. Në qoftë se flasim për zgjedhjet parlamentare, ligji ka një defekt. Po. I cili për të cilin dhe ne kemi kërkuar ndryshim, me propozimin ynë konsistonte pikërisht në të ndryshim. Që thoshte, gruaja duhet të jetë 30% në lista, por në treshën e parë duhet dhe ose të ka një artific ligjore, e cila linte një hapësirë. Më fal, sepse dhe jashtuese dhe ose është veçuese. Po pra këtë po them. Pra nuk është ka një artific përjashtuese, e cila lë hapësirë partive politike, duke patur parasysh këtë hapësirë, ato ose i vinin vetëm një grua në treshën e parë, ose i vinin të gjitha gratë në fund listës. Ky është realiteti i sotëm. Pikërisht për të bërë këtë ndryshim, ne kemi bërë propozimet tona. Dhe Odiri ka dhënë rekomandimet e veta në këtë drejtim, që të hiqet ajo lidhësa ose. Të paktën ne fitojmë një gjë, që në treshën e parë e sigurt duhet jetë një grua.
Dhe në gjithë listën duhet kemi pastaj patjetër 30% të gjithë emrave duhet jenë shoqe. Sepse flas në këtë listë, të paktën në raporti kështu duhet ishte 30% edhe të respektohet edhe në renditje kjo 30%. Pikërisht, pra ne këtë gjë kemi kërkuar dhe në terma konkret. Por, në qoftë se i referohemi këtij kodi zgjedhor dhe kësaj kodi gjinore, tani në zgjedhjet vendore, situata është krejt ndryshe, që është shumë favorizuese për zonjat. Për zgjedhjet vendore është e përcaktuar qartë që 1 në 3 emra duhet ketë përkatësi gjinore, që do thotë në qoftë se lista fillon 2 burra, patjetër 1 duhet jetë grua. Por kjo krijon dhe hapësirën që mund të fillon dhe 2 gra dhe 1 burr. Po. Atëre përse në zgjedhjet vendore ligji e përcakton shumë qartë këtë gjë dhe në zgjedhjet parlamentare nuk e përcaktoka? A nuk janë të lidhura dhe në qoftë se duam që të sjellim ndryshim, qoftë në politikë bërje, qoftë në qeverisjen vendore, qoftë në zbatimin e gjithë ligjshmërisë, qofshin për politika qendrore apo lokale, a nuk janë gratë ato që duhet të kenë zërin e vet, vendimarrjen e vete dhe në këshilla bashkiake komunale dhe në parlamentin shqiptar? Është qartë. Tani më duket se ku krijohet një lloj ngërçi, sepse në fillim të ligjëratës suaj, në fillim të emisionit jeni shprehur që ka dhe pak probleme me mentalitetin, me daljen jashtë atij kontekstit paragjykues, për sa i përket pjesëmarrjes së gruas në politikë. Ndërsa e kundërta po ndodh me përfaqësinë e gruas në për institucion apo në për këshillat bashkiake apo komunal. Atëherë në qoftë se do të ishim paragjykues për rolin e gruas në pjesëmarrjen e saj në politikë, më së shumti edhe në këshillat bashkiake apo të komunës nuk do të kishte pjesëmarrje tyre. Pikërisht, pra, kjo është ajo që unë doja të thoja dhe që e thash edhe më përpara, domethënë, përse në këshillat vendor dhe në qofshin këta bashkiake. Po ku qëndron problemi paragjykimit? Qëndron në gjinin tjetër apo në tërësi në shoqërinë shqiptare? Përveç faktit që ne jemi një shoqëri maskiliste, dhe ky është problem mentaliteti, ka dhe një fakt tjetër që ne jemi koshient dhe është prezent. Po të shohim partitë politike, në vendimarrje janë burrat. Po. Dhe burrat, sa do të mirë qofshin, sa do të hapur qofshin, janë pjesë e kësaj shoqërie shqiptare ku ne jetojmë apo jo? Janë dhe ata pjesë përbërëse e këtij mentaliteti. Kështu që unë mendoj që ky si një proces duhet të ketë gjithë përfshirje, edhe burrat, edhe instrumentat, të cilat shërbejnë për ta ndryshuar dhe për ta shpejtuar këtë proces për ta arritur aty ku duhet. Që dashur pa dashur, edhe me instrumenta ligjor nganjëherë të jetë e detyrueshme që duhet zbatohet kjo gjë. Kuota gjinore, po ta shohësh nga një këndvështrim duket si një diskriminim për femrën, sepse me shumë të drejtë mund të thonë që e limitizon. Po pra, duhet të jetë kuota gjinore që një femër të vejë aty, të shkojë në vendin që i takon, por për shoqërinë tonë është një element diskriminues pozitiv, është i nevojshëm për shoqërinë tonë. Derisa të vijë një moment i caktuar kur vetë shoqëria ta kuptojë, vetë burrat ta kuptojnë dhe vetë gratë duhet ta kuptojnë një gjë të tillë që kemi arritur aty ku duhet dhe ky kod gjinore të mos përdoret më pastaj si element diskriminues. Është qartë. A ka potenciale të mjaftueshme brenda Partisë Socialiste, flas gjithmonë duke respektuar kuotën gjinore, pra të pjesëmarrjes së gruas për të qenë nesër në nivelin e liderit, pse jo, dhe të pjesëmarrjes në stratet më të larta të politikë bërjes? E para njërë unë mendoj që potencialet janë, sigurisht. Kjo nuk diskutohet. E përmenda edhe më parë nga fakti që në Asamblenë Kombëtare janë 30% gra dhe në kryesi janë 30% gra, por mjaft që të shohim përfaqësimin e grave sot në Parlamentin Shqiptar për sa i përket të paktën pjesës së partisë politike. Një pjesë e mirë e zonjave që janë anëtarët parlamentit janë zonja të cilat me diskutimet e tyre, me debatet e tyre, me përfshirjen e tyre në komisione kanë bërë emër dhe kanë zënë vend. Për shembull mund të përmendim mjaft mirë jo vetëm emrat e njohur tashmë të Partisë Socialiste si Arta Dade, që është një nga figurat më me përvojë, më me kontribut, ose Valentina Leskaj, ose zonja Meksi, që ka qenë dhe ka kontributin e vet. Janë modele mjaft të mira, por edhe zonjat e tjera që kanë mandatin e parë, që janë përfshirë tashmë në Parlamentin Shqiptar, Vasilika Hysi është një nga juristet mjaft të mira, e cila me pjesëmarrjen e vet qoftë në komisionet e ligjeve, qoftë në komisionin parlamentar për reformën zgjedhore, ka peshën e vet atje dhe jep mendimet e veta mjaft me vlerë. Pra, të gjitha këto gra që unë përmenda, ose po të kthejmë përsëri emrave, të përmendim
Zonja Ligori? Zonja Ligori pashtu në fushën e ligjeve, zonjën tjetër në fushën e gjusisë, Shkreli, zonjën Shkreli në fushën e gjusisë, të gjitha këto me argumentat e tyre, me punën e vetë, me kontributin e vetë, me eksperiencën e vetë, janë zonja që e kanë përfaqësuar më së miri vendin e tyre dhe përfaqësimin e tyre në Parlamentin shqiptar. Kështu që, por këto nuk janë të vetme në Partinë Socialiste. Ka edhe mjaft zonja të tjera që janë pjesë e grupeve të punës, e komisioneve në Partinë Socialiste, të cilat kanë treguar dhe tregojnë vlerat e tyre. Dhe mjaft mirë mund të jenë edhe ato pjesë e listave nesër për të qenë pjesë e Parlamentit shqiptar, nesër në zgjedhjet e tjera që do të vinë. Pra thjesht roli i gruas nuk mund të jetë vetëm në nivelet e amortizatorit, do të thotë amortizimit, por për të qenë një rol konkret. Okej, le të kalojmë tek duke qenë se ju jeni edhe drejtuese e Partisë Socialiste në Roskovec, do doja që të kalonim në skandër të zhvillimeve të politikës konkrete të përditshmërisë, të politikës ashtu quajtur të madhe. Partia Socialiste dhe opozita në tërësi ka 8 vjet që është në opozit, pra. Po flas që duke plotësuar dhe 2013. Atëherë, për çfarë i kanë shërbyer këto 2 mandate që ka qenë në opozit Partia Socialiste? A kanë nxjerrë ajo mësimet e duhura? A ka arritur që të bëjë një lloj autovlerësimi dhe një lloj autokorrektimi të qëndrimeve të veta për të qenë e gatshme që në zgjedhjet e 2013 të jetë një kandidate potenciale për të fituar atë? Sigurisht, unë mendoj që kjo gjë është organike. Një parti politike vjen në opozit për shkak se ka patur diçka jo mirë gjatë kohës së qeverisjes dhe kalon në opozit. Dhe në qoftë se vitet e opozitës nuk i shërbejnë për të riformatuar, për të rimarrë energji, për të rirregulluar gjithçka që ndoshta nuk ka shkuar mirë deri në atë kohë, atëherë për çfarë do të vlente tjetër? Kështu që sipas këtij këndvështrimi dhe sipas kësaj logjike, unë mendoj që dhe Partia Socialiste gjatë këtyre viteve në opozit, mendoj që ka marrë masat e veta dhe po bën punën e vetë, riformatuese, rigjeneruese, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme ne jo vetëm të jemi me struktura të mirë organizuara, të mirë formatuara, por në një farë mënyrë edhe të kemi nxjerrë mësimet e duhura nga gjithë kjo situatë, nga gjithë kjo gjendje e kaluar. Konkretisht, po të marrim Roskovecin, atje ku unë edhe drejtoj partinë e Roskovecit për mëse një periudhë tani 7 vjeçare që nga 2005-a, unë jam kryetare e Asamblesë në Roskovec, me keqardhje, por fakt është që ne nga zgjedhjet e majit, zgjedhjet vendore dolëm të humbur. Është era e parë që në Roskovec fiton e djathta. Ka qenë një nga ato vendet e zonat e sigurta, tradicionalisht të majta. Të quajtura bastion. Të quajtura bastion. Por këto zgjedhjet e fundit treguan që po lëvizin dhe nuk mund të kemi më bastione. Sigurisht që faktorët e humbjes janë të shumtë dhe nuk është se është vetëm një i vetëm, unë gjykoj që ka disa faktorë, nuk do doja të ndalesha konkretisht tani në faktorët e humbjes, sepse ne kemi bërë një analizë organizat me organizat në të gjitha organizatat e Partisë Socialiste, dhe aty kemi nxjerrë konkretisht gjithë faktorët që pse ndodhe një gjë e tillë dhe sa duhet na vlej ne kjo në mënyrë që të kapim situatën, të kapim gjendjen, pse ndodhi gjithë kjo gjë dhe të jemi të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Jo, më falni zonja Bufi. Në këtë zonë ju keni pasur, ka qenë drejtues një kandidat i cili përfaqësonte opozitën, por i Partisë Demokracie Sociale, nuk ska po jo. Kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë. Po, për këtë them. Pra, në një farë mënyrë ja kishit falur aleatëve Roskovecin. Por kostoja që për Partinë Socialiste, sepse pavarësisht se doli me një kandidat tuaj, sërish ndoshta konsumi i pushtetit erdhi për forcën tuaj politike. Atëherë një pyetje. Humbët ju apo fitoi kandidati djathtë? Në fakt, unë mendoj, dhe jo vetëm unë, por dhe si një përfundim tashmë i nxjerr nga gjitha analizat, që kjo gjendje në Roskovec ishte paksa e mbartur. Po të shohim dhe t'i kthehemi mbrapa historisë, të paktën të Roskovecit, se për atë po flasim, që në momentin kur erdhi ky kandidat, i cili mori siglën e Partisë Demokracie Sociale, humbi kandidatja jon
Po. Do me thënë, ky kandidat garonte, ishte përballë kandidates son, në atë kohë, humbi kandidati e Partisë Socialiste dhe fitoi një kandidat tjetër. Pikërisht kjo gjendje, pikërisht ky moment, kur humbi kandidati i Partisë Socialiste, pra u lëshua bashkia, drejtimi i bashkisë nga Partia Socialiste dhe e mori një kandidat tjetër, i cili për gjykimin tim ishte jo partjak, por thjesht gjeti një sigël, me të cilën u mbështet për të fituar. Kjo e solli gjithë këtë rrjedhoj të mëpasme. Për gjykimin tim, ndoshta drejtimi i bashkisë në mënyrën jo më të mirë të mundshme, nga kandidati që humbi, nga kandidati i Partisë Demokratike Sociale, solli në një farë mënyre edhe lodhjen elektoratit Roskovecit, elektoratit majt sigurisht, ajo që ne ku bazoheshim për të fituar bashkinë, solli lodhjen, solli mërzitjen, dhe e gjitha kjo pastaj u shfaq në zgjedhjet e fundit, ku elektorati ynë i majt, edhe pse i majt në bindje, i majt në thellësi dhe në vërtetësi, përsëri nuk arriti dot që t'i besonte që Partia Socialiste tashmë me një kandidat të ri do të bënte ndryshimin. Nuk do të ishte më e njëjta qeverisje si ajo më parshme, por do të ishte një gjë ndryshe. Dhe unë mendoj që njerëzit në pushtetin vendor janë shumë të ndjeshëm. Janë dhe interesat më direkte. Janë dhe interesat më të drejtë për drejta, më direkte me kryetarin e bashkisë, sepse janë kontaktet të drejtë për drejta aq më tepër në vendet e vogla, ku kontaktet e një qytetari me kryetarin e bashkisë janë më të afërta, janë më të shpeshta se sa në qytetet e mëdhaja. Atëre njerëzit të gjykojnë paksa më shumë se sa në një vend tjetër. Dhe unë mendoj që ky ishte një nga faktorët kryesor që ne arritëm këtu. Sigurisht që ka dhe faktorë të tjerë, ndoshta dhe jo uniteti brendshëm në PS, që për cilin mbajmë përgjegjësi gjithë që nga unë e para, si drejtuese e Partisë Socialiste, moralisht nuk mund të shmangemi kësaj përgjegjësie, dhe arritëm aty ku arritëm. Ishte një humbje që na rëndoi të gjithëve. Mungesa e unitetit brendshëm në Partinë Socialiste, kjo vjen për shkak gjithmonë sa që kemi të bëjmë me kohë zgjedhjesh, sidomos ato vendore, për shkak të selektimit të kandidaturave, apo janë dhe faktorë të mbartur? Unë mendoj që kjo ishte e mbartur në Roskovec. Unë mendoj që kjo gjë ishte e mbartur në Roskovec, sepse pavarësisht nga kandidaturat një do dilte. Ka një proces që është gjithandej po i njëjtë, bëhet mbi bazë standardesh. Sigurisht që kjo është një vendimarrje e kryesisë së Partisë Socialiste, mbi bazën e emrave të propozuara nga Asambleja. Një do dali, pavarësisht atyre që aspirojnë që të marrin, që të bëhen kandidat në zgjedhje, një do të dalë. Kështu që ne të gjithë kandidatët i kishim shumë të mirë, shokët tanë, njerëz me kontribute, por unë mendoj që përçarjet ishin të mbartura. Po atëre, meqense ju jeni në rolin e drejtueses së kësaj dege, si është gjendja aktuale? Vazhdojnë të jeni në të njëjtin problematik, pra ka përçarje brenda forcës së politike në Roskovec? Unë mendoj që gjërat kanë filluar të ndryshojnë. Dhe do të ndryshojnë, akoma dhe më shumë me afrimin e zgjedhjeve. Normal që kjo gjë që ndodhi ishte diçka e papritur, sepse askush nuk mund ta mendonte që në Roskovec të humbiste e majta, dhe kjo gjë pikërisht na çoi në një farë gjumi. Është qartë. Sepse po ta kishim menduar më ndryshe këtë gjë, ndoshta s'do kishim arritur. Është dhe ky një nga elementet. Është hera e parë që, si po kthejmë pak mbrapsht përsëri, precedenti i tillë nuk ishte ndodhur asnjëherë. Dhe duke qenë se një precedent i tillë nuk ishte ndodhur, ne nuk e mendonim një gjë të tillë. Ju krijoi një farë euforie. Dhe krijoi një farë vetbesimi. Domethënë paksa vetbesim. Megjithatë, të vim tek ajo që ndodhi më pas. Humbja ndodhi. Ndodhi humbja jonë. Dhe kjo na bëri që edhe duke u bazuar edhe te udhëzimi i kryesisë së Partisë Socialiste, kur filluam analizat dhe zgjedhjet, të gjithë kryetarët e organizatave dhe unë bashkë me ta dham dorëheqjen nga funksionet që kishim, dhe në kryet e organizatave dolën njerëz të tjerë, edhe unë dhash dorëheqjen, por përsëri shokët gjykuan që duhet isha përsëri në krye. Rivotuat, po. Ju futa përsëri, unë shtrova procesit të rivotimit, të selektimit të kandidaturave nga kryesia e Partisë Socialiste, u futa një proces votimi dhe arrita të fitoja këtu.
Por nuk është kjo e rëndësishme, emri që na drejton. E rëndësishme është procesi dhe puna si një e tërë. Unë mendoj që gjërat kanë filluar të ndryshojnë, sepse ajo që ne pësuam duhet na bëhet mësim. Dhe mbi këtë fakt dhe mbi këtë bazë, mendoj që gjërat kanë filluar të ndryshojnë. E qartë. E di pse për këtë pyetje zonja Bufi, sepse kam parasysh që në 2 zgjedhjet parlamentare, qoftë në 2005, qoftë dhe në 2009, Partia Socialiste ka qenë forca më tepër e votuar, forca politike më shumë e votuar nga elektorati shqiptar, por çuditërisht në të dyja këto palë zgjedhjesh, ajo ka rezultuar humbse. Pra, mos ndodh, nuk riskoni, do të parë pak më gjerë problem, nuk riskoni që sërish, edhe pse mund të jeni forca më e votuar, të mbeteni për herë të tretë në opozitë, sepse gjërat kështu precipitojnë ose vinë në mënyrë permanente, siç dha dhe ju shembullin për shembull që ndodh Roskovec. Në 2005-ën ne humbëm pas 8 vjetë qeverisje. Po. Dhe thash, kjo ishte, mendoj për shkak të, sidomos në mandatin e dytë, Partia Socialiste gjatë qeverisjes, gabimet e bëra, sollën që ne të humbisnim. Edhe faktor të tjerë, sigurisht, ne humbëm dhe kaluam në opozitë. E tham dhe që në fillim të bisedës këtë gjë. Në 2009-ën ne morëm ato vota që morëm, por nuk rezultuam shumica që të bënim qeverinë. Megjithatë, unë mendoj që në zgjedhjet e 2013-s nuk do ndodh më ajo që ndodhi në 2009-ën. Mendoj që kësaj here, edhe duke parë dhe reformën zgjedhore, edhe duke parë zhvillimet e 2009-s, qoftë në lidhje me koalicionet, qoftë edhe në mënyrën se si do trajtohet fushata, qoftë edhe në mënyrën se si do trajtohet elektorati i majtës, i cili është baza e Partisë Socialiste. Mendoj që gjitha ato gabime do të jenë mësim për Partinë Socialiste. Dhe mendoj që do të ketë gjëra ndryshe. Sigurisht që unë nuk mund të them se çfarë do të ketë konkretisht, sepse kjo është pjesë e politikës dhe e programit të Partisë Socialiste për vazhdimsinë, për të ardhur deri aty ku duhet, por mendoj që kësaj radhe do të jetë ndryshe. Po pse do të besuar tek aleatët? Janë sërish pak a shumë të njëjtët aleat brenda koalicionit majt, pavarësisht hyrje-daljeve që mund të ketë, që mund të vinë forca tjera aleate. Janë ato parti politike të cilat në shumicën e zgjedhjeve të 2009-s, pavarësisht se Partia Socialiste ishte gati 100.000 vota më tepër, rezultuan si koalicion që të ishin 100.000 vota më pak. Pra, ndryshimi i madh ka ardhur nga aleatët. Mos ndoshta sërish do të jetë ai fakti hidhur që zoti Berisha i kalkulon më mirë dhe i menaxhon më mirë aleatët. Pra nëse do të luajmë sërish me të njëjtët, ka diçka ndryshe, do të ketë një spunto më pozitive tek aleatët apo ndryshimi do të vijë vetëm përmes Partisë Socialiste? Unë mendoj që për këtë gjë duhet parë një herë sepse emrat janë po të njëjtët. Reformën zgjedhore. Dhe reforma zgjedhore. Mendoj që duhet shohim një herë në përfundim të miratimit të reformës zgjedhore, pastaj mund të flitet për këtë gjë. Cilat mund të jenë pozitivitetet që sjell reforma zgjedhore? Vetëm thjesht, për shembull, nëse do të kemi numërimin elektronik, ajo që ju thoni është minimizimi i mundësisë së vjedhjes votës. Jo vetëm tek numërimi elektronik, i cili sigurisht është diçka pozitive dhe do të minimizoj atë mundësinë e vjedhjes votës. Po. Por unë mendoj që në lidhje edhe me qëndrimin ndaj aleatëve, do të përcaktoj gjëra. E qartë. Ky gjykimi im. Atëherë Partia Socialiste ju tha që kanë nxjerrë mësimet e veta nga këto 8 vite opozitë, është një parti më e reformuar, është një parti më e rigjeneruar. Nuk e di sa ka shërbyer dhe sa korrent ka qenë, sa në kontakt ka qenë linja kombëtare, duke qenë se jeni drejtuese e një prej degëve të kësaj partie. Pra ka qenë pranë qytetarit, është bërë i prekshëm i ndjeshëm, apo ndoshta mund të kemi atë frikën siç u fol edhe për një program 1000 faqesh i cili nuk u prezantua ndonjëherë në zgjedhjet e kaluara. Atëherë nëse në 2009 u abuzua me këtë gjë nga pjesa tjetër, po, me programin 1000 faqesh që nuk u prezantua, që nuk ekziston. Sot shohim që pothuajse çdo javë Partia Socialiste prezanton tryeza në fusha të ndryshme të jetës dhe të shoqërisë shqiptare, të cilat janë pjesë e këtij programi politik, e programit qeverisës të nesërm, që Partia Socialiste do të ketë në bazë të punës së saj. Këto tryeza tashmë janë prezantuar dhe ato jo vetëm që janë prezantuar në Tiranë, ku është dhe qendra
prezantimit, për nivel kombëtar, por janë transferuar tashmë edhe në rrethe. Secila nga grupet e punës të ngritura në Asamblen Kombëtare, në përbërje të cilit janë përfshirë pothuajse të gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare, janë bërë pjesë e këtyre grupet punës në drejtime të ndryshme dhe mendoj që kanë arritur të prekin të gjithë problematikën e jetës dhe të fushave në shoqërinë shqiptare sot. Fakti që këto tryeza po transferohen nga qendra drejt rretheve, edhe kjo ka domethënien e vet, sepse ato po bëhen tani, po prezantohen dhe po bëhen të njohura jo vetëm me atë që mund të quhet në nivel qendror, por tani edhe për elektoratin. Për shembull, në Fier para disa ditësh u zhvillua tryeza e bujqësisë. Po. Do të zhvillohen me radhë edhe tryeza të tjera, të cilat në një farë mënyrë prezantojnë pikërisht këtë program të rilindjes shqiptare, që Partia Socialiste do të ketë në programin e vet qeverisës nesër. Kështu që jo vetëm kaq, por edhe në organizata socialiste do të prezantohet dhe po prezantohet ky program, duke bërë të mundur që çdo antar i Partisë Socialiste të shprehë mendimet e veta në lidhje me këtë program, sugjerimet, opinionet e veta, të cilat do të jenë bazë për rregullimet e mundshme në mënyrë që kjo të funksionojë. Është një version i ri i turit Dialog me Shqipërinë, që ka filluar dikur zoti Rama. Jo vetëm kaq, dialogu me tani gjërat janë më konkrete, janë më të prekshme, janë më afër asaj që ndodh, më afër realitetit shqiptar. E qartë. Kështu që mendoj që edhe kjo përbën atë që quhet diçka ndryshe, njërisi ndryshe, më e prekshme nga elektorati, më e prekshme nga njerëzit. E qartë. Atëre ka një signifikacion gjithmonë nga ana e forcës politike e shprehur në gjithë faktorët apo në të gjitha nivelet. Baza është elektorati. Pra, gjithmonë flisin duke patur parasysh edhe kjo rilinja kombëtare, ju sapo e shpreh, e ka gjithmonë epiqendrën te qytetarit tek elektorati. Por nëse unë do të bëja një indjetër, një kthim pas në pyetsonin ton, duke kthyer sërish alatëve, nuk e shihni si mundësi, duke qenë se është dhe faktori i majt, lëvizjen socialiste prinde Grim një nga mundësitë më të mira për të rikthyer në pushtet Partinë Socialiste të majta? Unë do të artikuloj këtu fjalët e një nga drejtuesve kryesor të Partisë Socialiste në një emision që ka patur, në një intervistë që ka patur. U takon atyre për Jo. Nëse unë e them këtë do të thotë që unë jam në të njëjtën mendje me të. E qartë. Po. Sot domethënë LSI-ja është në qeveri. Po. Dhe është në opozitë me ne, ne jemi në opozitë me të. Në qoftë se LSI-ja do të jetë në të njëjtat kushte me ne, do të jetë dhe ajo në opozitë, atëherë mund të flitet për bashkëpunim, atëherë mund të flitet për variante diskutimi, atëherë mund të flitet për mundësi diskutimi apo bashkëpunimi. Në kushtet që jemi sot, kur Partia Socialiste është në opozitë dhe LSI-ja është pjesë e qeverisë, atëherë çfarë mund të flitet për këtë gjë? Ndërkohë, ju kërkoj ndjes, zonja Bufi. Të nderuar televizionistë, numri që ne kemi vendosur që shihni mbi temën e emisionit ton nuk është për kontakte të drejtë për drejtë, pra nuk kemi komunikime të drejtë për drejta telefonike, por shkruani mesazhet tuaja. Pra nëse keni pyetje për zonjën Bufi, mund t'i dërgoni numrin që ne kemi afishuar në ekran 069 28 471, por nuk ka komunikime të drejtë për drejta. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj. Atëherë po. Kështu që LSI-ja, si nëse u referohemi statistikave dhe votave që e ka marrë si forca e tretë politike, qëndrimin e saj apo qëndrimin ton në lidhje me të, unë mendoj që duhet të shprehen kur pozicionet janë në ekuilibër, ose janë në të njëjtin shtrat kur i thon. Janë në të njëjtin. Gjithsesi, duke vënë parasysh që është partia më e madhe e njërit pol, e njërit ka, Partia Socialiste mund të ketë një ofertë konkrete, flas për bashkëpunim apo për të krijuar koalicion. Sepse në përgjithësi këto koalicionet ose ofertat vinë edhe nga të mëdhenjt, ose të paktën i menaxhojnë tryezat e koalicioneve. Sepse indiferentizmi u ka kushtuar. Unë di të themi gjë, të paktën sipas gjykimit tim që në politik asnjëherë nuk thuhet kurrë. Kur mos thuaj kur. Asnjëherë nuk thuhet kurrë. Në qoftë se dje ka ndodhur diçka e cila ka rezultuar jo pozitive ose ka rezultuar jo ashtu siç e ka pritur një forcë e caktuar politike apo një politikan, pjesë e një partie politike, kjo do të thotë që nesër në kushte të tjera,
sepse nuk janë më të njëjtat kushte dhe kjo duhet gjykuar. Janë kushte të tjera, a duhet patur një gjykim ndryshe? Në qoftë se në 2009 ne kishim një sistem tjetër zgjedhor, nuk e dim ende nëse do të kemi atë sistem zgjedhor apo jo. Pra nuk e dim ende nëse do të jemi në të njëjtat kushte dhe rrethana të tjera apo jo. Kështu që nuk mund të gjykojmë ende së pari pa mbaruar reforma zgjedhore, pa parë se si do jetë, ai do kemi listë përsëri të ndarë në 16 në qarqe, listë rajonale, do të kemi listë proporcionale. Këtë nuk e dim ende, domethënë kjo është një nga kushtet i cili përcakton një situatë të re tani, do të përcakton një situatë të re. Kështu që nuk mund të them dot gjë në këtë moment. Jemi te Partia Socialiste sërish, do doja të bënit një vlerësim për Partinë Socialiste në qarkun e Fierit në tërësi. Pavarësisht fasadës se si mund paraqitet gjendja në këtë qark, në fakt duket se underground nuk është dhe fare pa probleme kjo Parti Socialiste. A është aq unike sa duket? Është vërtet një forcë politike që mund të prodhoj fitore në qarkun e Fierit, madje me shifrat që ju pretendoni? Sigurisht që kjo nuk ka dyshim. Por kjo nuk ka dyshim fare që Partia Socialiste është një parti me forca kryesore, jo vetëm në qarkun e Fierit, dhe që rezultatet do jenë mendoj shumë herë më të mira. Por në kuadër të asaj që thoni ju probleme, unë e thash në fillim që Partia Socialiste është duke u riformatuar. Është në proces zgjedhor, konkretisht për qytetin e Fierit është në proces riformatimi. Është e vërtetë që këtu nuk janë bërë zgjedhjet, por në bazë dhe të udhëzimit që kanë nxjerrë Kryesia e Partisë Socialiste, janë duke riformatuar antarësia e Partisë Socialiste në organizata sipas udhëzimit që kanë nxjerrë Kryesia e Partisë Socialiste. Dhe me njëherë mbas këtij procesi i cili ose mund të ketë mbaruar, nuk jam shumë e sigurt për kohën, me njëherë mbas kësaj do të fillojë procesi normal të zgjedhjeve, të propozimeve, të zgjedhjeve për kryetarë të organizatave, të propozimeve për kryetarë të Partisë Socialiste të qytetit. Do të është një proces më se normal që bëhet si në çdo organizim tjetër. Është unike, është kompakte kjo forcë në Fier. Partia Socialiste është parti që ka zhvillim të brendshëm, ka debat të brendshëm. Kjo i ka dhënë, këto kanë qenë gjëra të dukshme, por në fund të fundit partia zhvillimi dhe debati sjell zhvillim. Pa debat nuk ka zhvillim. Kështu që unë mendoj që gjithë kjo gjë në fund fundit do të rezultojë unike. Në fund të fundit, kur të mbaroj gjithë ky proces, do të rezultojë unik. Dhe kjo është e rëndësishme, që procesi të jetë, e rëndësishme është që procesi të jetë me rregulla dhe me standarde të përcaktuara dhe të pranuara. E qartë. Përpara se të shkojmë tek 2013, ne kemi një tjetër eveniment politik, do thosha, këtë vit, madje jo larg, por 2-3 muaj sa ka mbetur për zgjedhjen e presidentit. Atëherë, çfarë presidenti i duhet Shqipërisë, cili do të ishte formati i presidentit që i duhet vendit tonë, sipas jush? Për gjykimin tim, unë mendoj që duhet një president jo vetëm konsensual, që i pranuar nga të gjitha forcat politike, por do doja një president jo politik. Jo politik. Gjykimi im është jo politik. Të ishte një president i cili në pozicionin që ai do të merrte, të ishte i paanshëm në gjykim, i bazuar në ligj dhe në moral, gjithashtu. Por jo politik. Po pse jo politik? Nuk e di, ndoshta në kohën dhe në kushtet që ne jetojmë, me këtë zhvillim politik, me këtë zhvillim shoqëror, unë mendoj që ky është mendimi im, jo politik. Do të ishte më mirë në zbatueshmërinë e ligjit. Ndoshta nisemi nga shprehja Machiavellit që politika dhe morali nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetrën. Gjithsesi, shembulli i presidentit Mojsiu për shembull ka qenë i dukuri? Sigurisht edhe ky është një shembull dhe një model pozitiv. Jo se presidenti Mejdani, që ka qenë pjesë, do me presidenti dal nga partia politike. Ishte politik. Jo se ai. Zoti Topi, politik sërish. Do me thënë, jo se presidenti Mejdani ka lënë shije të hidhur, për mua edhe ai ishte një president mjaft i mirë në zbatueshmërinë e ligjit, por presidenti Mojsiu, si një president konsensual dhe jo politik, për mua ka qenë më korrekti. Okej. Ndërkohë, nëse nga Partia Demokratike kanë ardhur sinjale dhe kanë ardhur edhe emra konkret që mund të jenë
pjesë e këtij procesi, pra mund të jenë kandidatura potenciale të mundshme për postin e kreut të shtetit, duke se ka një lloj ngurese nga ana e opozitës në tërësi dhe Partisë Socialiste në veçantë. Pse ndodh ky lloj ngurimi nga ana e forcësoj politike? Sepse le të jemi më të drejtë për drejtë. Shpreha është ende herët për të folur për emra konkret, nuk mund të themi që është e qëndrueshme sepse procesi është gati në derë për të ndodhur. Dakord, po procesi në fakt zyrtar dhe institucional ende nuk ka filluar. Deri tani janë lakuar vetëm emra, të cilët përsëri mbeten vetëm emra. Nuk ka asnjë kandidat zyrtar, edhe pse Nano e ka shpallur këtë gjë, po është thjesht i vetë shpallur, ai nuk ka ende 20 firma deputetësh që ta bëjnë atë një kandidaturë institucionale dhe zyrtare. Dhe unë mendoj që po përsëri atë shprehjen që jam atë që procesi duhet i nxjerrë emrat. Procesi. I qëndroj linjës politike. Unë i qëndroj kësaj gjëje. Po. Atëherë nuk e di, nëse do të ishim deri në momentin e propozimit të emrave të presidentit konsensual. A mund të ishte Nano nga Partia Socialiste një emër i mundshëm për të qenë një president konsensual? Sepse në fundit ka dhe jo vetëm për shkak të backgroundit të tij, jo për shkak të historisë, në thonjza që ka brenda forcës suaj politike brenda Partisë Socialiste, por edhe për një lloj, le të them, prapë në thonjza rehabilitimi të forcave juaj. Pra mund të ishte një kandidat i mundshëm për president konsensual që mund t'i servire i palës tjetër? Kandidat? Nuk them mund të jetë, mund të ishte, a? Mund të ishte. Fakti që ju thoni mund të ishte, do thot që ishte. A mundet, do më thënë, a ka mundësi Partia Socialiste, pra do ndije komode që të propozon një motiv? Nuk them që do ta, që ta propozoj. Presidentin Fatos Nano, po të vërejmë historikun e tij, apo jetën e tij në politik, në momentin në 2005-ën, a i dha dorëheqjen nga Partia Socialiste dhe në një farë mënyrë u largua nga jeta politike. Dhe njëherë është edhe nga Partia Socialiste. Po të vim akoma më shumë në zgjedhjet e 2009-s, qëndrimet e mbajtura, sikur në një farë mënyre e ngurtësuan qëndrimin e tij jashtë Partisë Socialiste. Sot, unë mendoj që Nano nuk është një kandidaturë e Partisë Socialiste, po është një kandidaturë jashtë Partisë Socialiste. Po. Nëse do të jetë Nano, ose jo një kandidaturë e Partisë Socialiste, unë këtë nuk mund ta them. Jo, zonja Bufi, dhe një për të kuptuar logjikën. Dhe unë nuk po aludoj që Partia Socialiste do të propozojnë Nano, po them, a mund të ishte, nëse çdo gjë shkojmë deri te procesi. Pra, a mundej Partia Socialiste që emrin e Nanos ta servirte si një president konsensual, për shumë arsye? Pra, nëse do të shkojmë deri në këtë pikë, tek nxjerrja e emrave për president konsensual dhe fjala është për Partinë Socialiste. Krahasuar Nano me në një figurë tjetër militante të Partisë Demokratike, krahasuar. Unë mendoj që Nano është më pozitiv krahasuar me në një figurë militante të PD-s, nëse PD-ja hedh në tryezë një figurë të vetëm. Por krahasuar me faktin që duhet të jetë një figurë konsensuale, unë nuk mendoj që Nano është konsensual. A i mund gjej konsensus nga e djatha, nuk mund të gjej nga e majta? Këtu do të qëndron dhe problemi? Nuk e di. Okej, atëherë kalojmë tek emrat të tjerë. Ju thatë që krahasuar me emrat të tjerë që mund të hedhë në tryezë Partia Demokratike, Nano është figura më e mundshme, ose është më e pranueshme. Përderisa ne në fillim të këtij emisioni kemi folur për pjesëmarrjen e gruas në politikë, është një emër potencial, Zonja Topalli, e cila mund të quhet femra më me karrierë politike në Shqipëri gjatë gjithë viteve të fundit, madje përshkuar dhe përtej viteve 90. Si u duket si kandidate për presidente? Zonja Topalli është një nga figurat e PD-s me më shumë pushtet sot, me më shumë karrierë ndoshta, dhe një nga femrat më të fuqishme. Jo vetëm në PD, por edhe sot në politikën shqiptare. Ajo është në mandatin e dytë si kryetare e Kuvendit të Shqipërisë dhe në qoftë se flasim në kuadrin e çështjeve gender, më duhet të them që si grua e mbështes. Sepse ndryshe ç'kuptim kanë, nëse luftojnë për 30% për çështje gjinore.
Por nëse e gjykoj pastaj si pjesë e partisë politike në të cilën unë bëj pjesë, unë nuk mendoj që figura emri Josefina Topallës është një figurë konsensuale dhe e pranueshme, sepse ajo është militante. Dhe atëherë bien kundërshtim atë që unë thash në fillim, që unë do doja dhe gjykoj që më mirë do të ishte një emër apolitik, jashtë politikës. Dhe deri më sot Josefina Topalli i ka mishëruar më së miri parimet e Partisë Demokratike ku ajo bën pjesë. Kështu që unë nuk mendoj që Josefina Topalli është figurë konsensuale. Gjithsesi, vetëm shkaku pse vjen nga Partia Demokratike, ne kemi rastin e zotit Topi, i cili tashmë dihet që nuk ka më atë frym dashurie, do thosha, me Partinë Demokratike, madje është gati për të krijuar një forcë tjetër politike. Pra, zoti Topi e përjashton këtë lloj mundësie dhe nuk mund ta marrim si aksion vetëm se vjen nga një forcë politike dhe mund të mbetet militante një forcë politike. Mund të bëhet një president, pse jo mbi palët. Ose kishim dhe rastin e zotit Mejdani, që u përmend pak më parë dhe e keni mbajtur e përmendën si model pozitiv të presidentit. Jo vetëm kaq, po edhe mënyra se si Josefina Topalli ka trajtuar drejtimin e kuvendit, ose mënyra se si ajo e bën politikën në tërësinë e vet, në personin e vet, duke referuar këtu edhe raportit Odirit, e cili e karakterizonte kuvendin e Shqipërisë me ato defektet e veta në momente të caktuara të vendimarrjes apo drejtimit. Unë nuk mendoj që Josefina Topalli si politikane, me karakteristikat që e karakterizojnë atë si person, do ishte mbi palët. Nuk mendoj. Mendoj se do të kemi një president konsensual që do zgjidhet pra me miratimin e mundshëm të forcave politike në parlament, apo do të vendos forca e kartonit? Pra do të realizohet procesi? Edhe pse dëshira ime dhe gjykimi im është që të kemi një kandidat, një president konsensual, Berisha ka treguar dhe të paktën edhe shpreha e fundit, apo më duket se dje ka qenë në vizitën e Fyles, Stefan Fyles, ai u shpreh pak a shumë me terma të njëjtë, që jemi për president konsensual, jam për takim me Ramën, por në zbatim të kushtetutës. Thënia e fundit në zbatim të kushtetutës Muhamet Rama. Do të thotë që Berisha do vër veton. Te shtati dhe njëshi. Do të vër veton. Po. Dhe në fakt këtu është momenti për të marrë dhe ju flasi forcë politike atë kosto të ndryshimit apo ndryshimeve që keni bërë në kushtetutë. Ndryshimet kushtetuese në fakt janë pranuar nga leadershipi ynë, vonë sigurisht, por janë pranuar që ndoshta ishin të parakoshme ose ndoshta nuk duhet bësh. Sepse ishte momenti i dur në atë kohë për të bërë zgjedhjen e universitetit prandaj. Gjithsesi. Të kalojmë tek një pjesë e mesazheve që kanë ardhur zonja Bufi. Përshëndetje për emisionin, Humbjan Roskovec dhe në basenet e tjera të PS-s ka ardhur nga përzgjedhja klienteliste e kandidatëve pa u pyetur dhe pa u marrë mendimi i bazës. Jam dakord me zonjën Majlinda, po lidershipi socialist aktual po e çon nga humbja në humbje me sloganin të hapim partinë, po e shqyen atë. Keni një koment? Në fakt, unë edhe nuk e përmenda, po përzgjedhja e kandidaturave ndoshta duhet ishte bërë pak më shpejt, jo në momentet e fundit. Unë jam për këtë që cilado që të ishte përzgjedhur duhet ishte bërë pak më shpejt në mënyrë që t'i linte kohë kandidatit fitues, do të thotë nga procesi i përzgjedhjes, që të sheshonte gjithë ato gjëra, gjithë ato qefmbetje midis kandidatëve të tjerë apo midis edhe mbështetësve të kandidatëve të tjerë, sepse ne nuk jemi sot një shoqëri me një mentalitet shumë demokratik, që të pranojmë gjithçka që vendos një vendimarrje të përcaktuar. Këto janë kushtet tona. Kjo është shoqëria jon, këta janë njerëzit tanë. Dhe mendoj që ka diçka ndoshta të drejtë në ato që thuhet. Po. Një tjetër mesazh, pyetjen e zonjë Bufi, a do të zgjidhet problemi i qarkut fier pas mbledhjes së fundit ku e majta kishte 54 këshilltar? Unë mendoj se moralisht qarku i fierit e ka fituar PS-ja jo tani, por që në momentet e para. Ligjërisht kemi ngecur. Dhe këtu është ngërçjet e zbatimi i ligjshmërisë, sepse po të kishim një zbatim ligjshmërie korrekt, jo vetëm të ligjit, por edhe të vendimeve të gjykatës, sot Vangel Ndreko do të ishte ligjërisht
në zbatim të funksionit të vetë detyrës së vetë që ka tashmë, që e ka marrë këtë detyrë që në zgjedhjet e para. Le të presim se si do të reagojë prefekti ndaj vendimeve që ka marrë në mbledhjen e fundit Këshilli, shumica dërmuese, e cila ishte në mbledhjen që thiri kryetari i qarkut Vangel Ndreko. Në zgaboj, unë kam informacion nuk kanë njohur asnjëra as tjetër nga dy mbledhjet. Pikërisht pra këtë thash. E qartë. Përshëndetje, jam një biznesmen nga zona e Roskovecit. Partia Socialiste është e përçartë dhe kjo e verifikon që në të gjithë zonën e Roskovecit ka fituar e djathta. Ju thoni si bastion është e majtë. Kush është mekanizmi juaj për të bashkuar e majta, kur deri më sot kanë votuar djathtas dhe janë të majtët ata që kanë votuar djathtas në Roskovec, Strug, Kurian dhe Kuman? Është vërtet që, sepse është fakt, nuk e ç'të thuash, që gjithë zona që ka qenë e majt, jo vetëm në elektorate, po edhe me institucione ka qenë majtas, që nga Zharza, Kumani, Roskoveci, Strumi, Kuriani, kanë qenë komunat të drejtuara nga e majta, sot drejtohen realisht nga e djathta. Me qartë. Dhe janë votuar nga të majtët, thot? Janë votuar nga të majtët? Pra ku është mekanizmi për të bashkuar? Cili është mekanizmi, thot? Këto janë votuar, po se janë votuar nga e majta, nga e djathtë, me shumicë të djathtë. Nga një pjesë e majta, po nga një pjesë e pakënaqur, ky është një problem pasaj që hap shumë diskutime. Pra cili është mekanizmi që do të ndodhë për të unifikuar të majtën, thot? Shiko, ka një gjë që është realisht. Në zgjedhjet e përgjithshme ndryshon puna dhe ndryshon me mënyra gjykimi, mentaliteti nga zgjedhjet vendore. Janë më statik, më pozicionues. Janë më të qëndrueshëm njerëzit në zgjedhjet e përgjithshme. Unë mendoj që këto zgjedhjet e përgjithshme do të bëjnë ndryshimin, të cilat do të jenë trampolin për zgjedhjet vendore. Pra në fundit secili tregon bindjen e vet politike dhe respekton forcën. Unë mendoj që në këto zgjedhje të përgjithshme ne do të tregojmë që jemi forcë e parë në gjithë zonën andej. Ka një pyetje unë për ta respektuar teleshikuesin do ta lexoj, megjithëse ju e zauruat pak a shumë. Pse është Nano më i mundshëm se figurat militante të Partisë Demokratike sipas jush, apo pse është figurë që vjen nga e majta? Nano, edhe pse ndoshta jo i pranueshëm për një pjesë të majtëve apo të elektoratit majt, ndoshta, unë them që Nano në kohën kur ka qenë vetë kryeministër apo dhe kur ka drejtuar Partinë Socialiste, ka qenë një lider që ka treguar leadership, ka treguar tolerancë, ka treguar një qeverisje ndryshe, dhe po të krahasojmë sot për shembull ndryshimet që bëri Nano gjatë qeverisjes së tij, gjatë kohës që ishte në qeverisje, me atë ku jemi sot, mendoj që janë të dukshme. E qartë, atëherë edhe një përshëndetje, të uroj të jesh një femër me karrierën politik, se je në realitetin tonë në Roskovec. Ju përshëndes. Okej, ka dhe mesazhe tjera, por ju kërkoj ndjes nderuar teleshikues dhe për shkak të minutazhit në pamundësi për lexuar mesazhe tjera. Dhe një pyetje të fundit, zonja Bufi. Atëherë në 2013 është një pyetje që më së shumti unë e kam ezauruar dhe me të tjerë profesorës të smajtës që kanë qenë në këtë studio. Në 2013 do të fitojë e majta apo do të humbas? Pra do të fitojë Partia Socialiste apo do të humbas PD-ja? Do të fitojë Partia Socialiste. Ndoshta duke llogaritur edhe konsumimin e pushtetit që ka e djathtë. Sigurisht. Faleminderit që ishit sot në Dritë në Oqean. Ju lutem. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës në këtë të premte. Ftuar ka qenë kryetari i Partisë Socialiste e Roskovecit njerëz dhe antar asamblesë kombëtare të kësaj force politike, zonja Melinda Bufi. Do të takojmë sërish të premten e ardhshme, deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim.